Pushimet e fundvitit dhe festat shqiptarët zgjedhin destinacionet malore, por dhe paketat që përfshin mbrëmje gala të natës së ndërimit të viteve. Mikel Zinxhiria, tur operator dhe agjenci turistike në Vlorë, vlerëson mbi të gjitha operatorët turistik, të cilët në vitet e fundit janë duke ofruar një paket që përfshin një gamë të gjerë për festat e fundvitit. Nga shqiptarët që zgjedhin jashtë vendit, më të preferuara mbeten vendet e rajonit dhe ato malore dhe që kanë borë. Kjo dhe për faktin se në këtë periudhë në vendet e tjera europiane paketat janë edhe më të shtrenjta. Normalisht kërkesat janë në nivel mesatar. Një pjesë e mirë e klientelës janë ata që preferojnë resortet me borë kështu rreth Europës, po kemi edhe të tjerë që me shumicë me destinacione si të Korçës, si të Vlorës, si të Llogaras, to vendet kështu turistike që janë me terrenet malore dhe. Një hap i madh ka qenë ky kompleksi i madh i hotelerisë që kanë bërë festën e vitit të ri të programuar. Ka shumë kohë që shitet si pakete dhe besoj që do jetë një sukses i plot deri në fund. Rezervimet në fakt janë pak më të ulta, vendet që mbajnë, po themi, peshën kryesore për këto janë këto vendet me borë, Mavrova dhe Budva në Maltëzi me shumicën e resorteve që kanë, ofrojnë koncerte për natën e vitit të ri me këngëtar shqiptar. Zgjidhni ju për në Evropë, ka patur? Ka patur, po ki parasysh që Evropa më shumë shfrytëzojnë në Krishtlindjen se sa vitin e ri. Është edhe një çik kohë me shumë trafik atje, me çmime goxha më të larta dhe paketat nuk është se arrin që të jenë, po themi, shumë ekonomike, që të mund të ketë një grup të madh që t'i synoj. Edhe Vlora mbetet një nga destinacionet e preferuara, ndërsa janë kryesisht shqiptarët nga Kosova apo shqiptarët e diasporës, ndërsa në të huajt janë italianët që kërkojnë të kalojnë pushimet e fundvitit në Vlorë. Kërkojnë padyshim paketa që përfshin natën e ndërimit të viteve, por edhe datën 1 janar, paketa këto që tashmë ofrohen nga operatorët turistik në qytetin e Vlorës. Vlorën me shumicë kanë zgjedhur shqiptarët e Kosovës, më pak ata të Maqedonisë, ka dhe ca grupe të vogla italianësh që e kanë synuar për festën. Përgjithsisht është paketa e mundësisht hoteli mëngjes darkë me natën e vitit të ri të përfshirë. Shumica kërkojnë që të jetë e përfshirë dhe njëshi, sepse s'duan që të ikin, po themi, në datën 1, duan që të jenë këtu 2-3 ditë, a shfrytëzojnë atë ditën e pushimeve. Festat e fundvitit shqiptarët janë duke programuar edhe se ku do i kalojnë ato, dhe duke se destinacion dhe preferencat janë si brenda ashtu edhe jashtë vendit, ndërsa edhe Vlora mbetet një nga vendet e preferuara.